Si që thash edhe ma herët aty në fjalën e rastit në panel, lidhi për jashtëzakonshëm me materiale fantastike me në interpretime, artikulim të jashtëzakonshëm, edhe fiton rëndësi dyfish sepse përveç trajtimit të ngjarjeve në mënyrë profesionale, zoti Bardhyl Mamuti është edhe personalitet i cili është marrë direkt dhe ka qenë i mandatuar të merret me aspektin diplomatik të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që ky libër, mëse fiton rëndësi shtesë, sepse një në anë kemi një studius mjaft artikulum edhe të sakt, po tjetër në anë kemi një dëshmitar të kohës, edhe kur këto dy bëhen bashkë, atëherë fitohet një referencë jashtëzakonshme që ka mund të citu e më u përdor edhe në breza tjera që vijnë të shkencës. Në përgjithësi është një narrativ që trajton Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në dimensione pak më të gjana, nuk është e trajtuar përmes një fokusit të ngushtë përmes disa individëve, por është një shtrirje më e gjatë. Fillimisht trajton aktivitetet e grupit diplomatik, takimet, si për shembull me Richard Holbrooke, Gelbardin, Wolfgang Schüssel e tjera. Doris Pack, shumë çka masaj trajtohet LPK-ja që është një pararendse apo një substrat prej kusht dhe me Ushtria Shqiptare e Kosovës. Pastaj krimet, aktet gjenocidale serbe dhe sidomos denoncohen apo demaskohen disa tentativa shtetit serb dhe strukturave shërbimit informativ serb që në për disa lista gjoja të vrarë nga Ushtria Shqiptare e Kosovës sa i përket civilëve, figurojnë disa njerëz që nuk ekziston, nuk kanë jetuar asnjëherë, domethënë identiteti i tyre është i paqen. Pastaj përmenden dhe krimet të cilat Ushtria serbe i ka realizuar nën uniformën UÇK-s vetëm për ta njolluar luftën e pastër të shqiptarëve për çlirim. Pak më vonë diku brendi të botimit ka diskutime mbi raportin e Dick Martit, Carla Del Pontes, pastaj disa çështje të brendshme të lëvizjes popullore të Kosovës, edhe shumë gjëra tjera të cilat është vështirë me i përmbledh në një intervistë të shkurtër. Ishte kënaqësi të merrja pjesë në një promovim të një libri kaq me peshë, siç është libri Bardhyl Mamutit, Ushtria Shqiptare e Kosovës. Ajo që më la përshtypje mua në prezantim të këtij libri ishte pjesa për Rambujen, ku unë vetë kam qenë në atë kohë gazetari i televizionit shqiptar dhe e kam mbuluar në të dy raundet këtë ngjarje tepër të rëndësishme për Kosovën. Dhe faktikisht ajo çfarë Bardhyli rrethen në librin e tij për Rambujen, e cila ka edhe shumë të fshehtat e saj, tash do t'i bën publiku të qartë për faktin që Rambuja ishte përcaktuese për fatet e Kosovës. Duke qenë edhe unë vetë pjesëmarrës dhe raportues i asaj ngjarje, të parës ngjarje ndërkombëtare, të karakterit të tillë ku shqiptarët marrin pjesë, unë mendoj se Rambujeja e solli edhe qeverinë e përkohshme, e cila për fat keq, siç u tha edhe në këtë promovim, nuk arriti të jetësohet, sepse ishte një qeveri e përkohshme e ndërmjetësuar në atë kohë nga Madeleine Albright, sekretare amerikane e shtetit, sipas formulës 5 përfaqësues të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, 5 partive politike dhe 5 përfaqësues të shoqërisë civile. Kjo për fatin e keq nuk është jetësuar dhe pastaj ndërkombëtarët bën ca lojra këtu dhe Kosova e pas luftës ngeli pa institucione, pa vendimarrje të atyre që ishin protagonist edhe të fitores edhe të çlirimit të Kosovës. Mendoj se librat e tillë, si ky libër që sot u promovua këtu në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani, do duhet lexohet sidomos nga brezi i ri. Do duhet të transmetohet dhe të përqohet të brezi i ri për vlerat që mbar kjo luftë, për atë çfarë ajo solli dhe për gjitha sakrificë brezash ndër vite e ndër shekuj për të arritur aty ku shqiptarët e meritojnë. Jam Bardhyl Mamuti, autori i librit Ushtria Shqiptare e Kosovës në shënjesër të vazhduar, që përshkruan aktivitetet diplomatike të grupit diplomatik. Është një pjesë e diplomacisë së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Sot në këtë parurim të librit kanë ardhur veprimtar të çështjes kombëtare, luftëtar të lirisë, njerëz me të cilën kam kaluar në për shumë burgje të Jugosllavisë, që në fundit kemi ardhur bashkërisht të shënojmë edhe
nxjerrin në dritë të një pjese të larvëdijshme të aktiviteteve kombëtare që kemi bashkërisht edhe sot gëzojmë lirinë e Kosovës. Kanë kaluar një çerek shekulli dhe për disa gjëra duhet të hidhet dhe dritë edhe që opinioni publik të kuptoj saktësisht se si kanë rrjedh ato ngjarje. Të gjitha gjërat që kam shtruar në këtë libër janë të mbështetura në faktet e pakontestueshme, të cilët ilustrohen gjatë zhvillimit të narracionit të këtij libri. Pra, ma shumë se sa konteksti aktual në për të cilën kalon populli shqiptar i Kosovës me një padrejtësi historike ku njerëz që kanë dhënë maksimumin për lirinë e Kosovës ndodhen padrejtësisht në një bankë të akuzës, fillimisht si në shikim të parë si individ, por në bankë të akuzës janë vendosur lufta çlimtare e Kosovës dhe të gjithë ata njerëz që kanë pas guximin intelektual dhe profesional të kundërvehen Serbisë. Faleminderit shumë.